I cili do t'i paraqitet Allahut madhëruar bi qalbin selim, me zemër të pastër edhe të sinqertë. Në ditët e muajit madhërueshëm të Ramazanit, në xhamitë e Pogradecit falet namazi i teravive, që është si për meshkujt ashtu edhe për femrat. Fjala teravi është shumë si fjalës terwihatun, që rrjedh nga fjala rahatun, që do të thotë çlodhje pushim. Namazi i teravive falet në xhami, por mund të falet edhe në shtëpi. Nëse ai që falet ka arritur në xhami ose në vendin që është duke u falur namazi i teravive, pjesën e mbetur mund ta plotësoj edhe pas namazit të vitrit. Është e pëlqyeshme që në namazin e teravive të merren edhe fëmijët që kanë mbushur moshën 7 vjeç, që ta praktikojnë këtë namaz me xhamat në muajin e Ramazanit dhe së bashku me familjen të marrin pjesë në begatit dhe mirësitë që Allahu i lartësuar zbret në këtë muaj madhështor. Pejgamberi alayhis salam nuk ka falur më shumë se 11 rekat në Ramazan dhe jashtë Ramazanit, pra 8 rekat teravi dhe 3 rekat namaz vitër. Kujtojmë se ky namaz falet çdo mbrëmje gjatë muajit të Ramazanit.